Banorët e Rjollit kanë vijuar protestën e tyre prej më shumë se 4 javësh, ndërsa edhe ditën e sotme ka pasur përplasje të forta fizike mes policisë dhe protestuesve. Si pasojë e dëmtimeve, 2 prej protestuesve janë dërguar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës për ndihmë të specializuar. Ata janë troje që na kanë lënë gjyshat tanë edhe babat tanë. Kena shku, ka kënë policia gardh. Në mënyrë absolute nuk lanë asnjë shkel me kam. Ata po rrethojnë edhe pe marrin krejt, ne as me kam s'po na lanë tokër dhe gjyshave tanë. Po na nuk do të kthejmë mrapsht as edhe një ditë, as një sekundë. Unë jam dëmtuar në kam, edhe në qafë, më kanë tërheq zvarr. Na shku me aty me për mikë të tokët, sa dolëm aty siber policia të na ofendu, të na shty, masanim ka opinioni, e më gjujti, maja gurve më ka dërmu në kam, në shpinë, në gjoks, s'kan lënë gjaba ba, mas me në lënë me hynë vendon, veç në Shqipëri jam do ba.